Përshëndetje të dashur dhe mirë se erdhët edhe në video në radhës. Së bashku në këtë video do të shohim mësimin numër 11 të nivelit A2 të gjuhës angleze. Do të shohim të paktën këto tre aspekte. Telling the time, të tregojmë kohën, orën, at a coffee shop, në një kafene, në një bar. Do të shohim pak se si të jemi në gjendje të porosisim diçka për të pirë dhe diçka për të ngrënë. Dhe të bëjmë pagesën. Dhe në rastin e fundit, do të vazhdojmë historinë e Jenny dhe Rob, dhe shikojmë pak aspektin first day in the office, dita e parë në zyrë. Le të fillojmë pak me orën. Kujtojmë edhe një herë, kemi përsëritur disa aspekte dhe në nivelin e parë të gjuhës angleze A1. Për të thënë orën në gjuhën angleze kemi dy forma. Kemi formën digjitale, që konsiderohet edhe forma e thjeshtë, ku themi orën dhe minutat, pa shtuar gjë. Për shembull, it's 6:45, siç është shembulli i parë, pra 6:45 minuta, ose kemi formën analoge, që konsiderohet pak më vështirë, për dy arsye. Së pari duhet mbaj mend që këtu themi minutat të përpara, pastaj orën, dhe se duhet të shtojmë to or after, versioni britanik past në vend të after është e njëjta gjë, nëse do na duhet të themi e kaq minuta ose pa kaq minuta. Përveç kësaj, këtu kemi edhe përdorimin e termit çerek, siç themi në shqip, pra një çerek, dhe kuptimin e përdorimin e fjalës gjysmë, half, për të treguar për shembull një e gjysmë. Le të shikojmë edhe një rastin e parë. Nëse do na duhet të themi ora 6:45, mund të themi it's 6:45, ose mund të themi it's a quarter to 7. Kujtojmë edhe një herë që to do ta përdorim për të thënë pa kaq minuta. Cila është logjika? Do thotë që për të arritur deri te 7, na duhet edhe një çerekore. Pra quarter to 7. Një çerekore për të arritur tek ora 7. Nëse shikoni pak e kam vendosur në klapa. Përse e kam bërë këtë gjë? Sepse është optional, pra zgjedhim ne nëse do themi it's a quarter, ose do themi thjesht it's quarter to 7. Pra mund të vendosim, mund edhe të mos e vendosim. Vazhdojmë më poshtë e dyshi. It's 6:35, është 6:35, ndryshe it's 25 to 7, 7 pa 25. Shembulli i tretë, it's 6:20, është 6:20, ndryshe it's 20 after 6, 6:20. It's 6:15, 6:01 çerek, ose 6:15 minuta fjalë për fjalë. It's a quarter after 6, është 6:01 çerek. It's 6 o'clock, është ora 6. Kujtojmë që shprehjen o'clock mund të vendosim, mund edhe të mos e vendosim. Por nëse do ta vendosim, kujtojmë që do ta vendosim vetëm kur ora është fikse, 2, 3, 4, 5, 6 kështu me radhë. Nëse për x arsye do na duhet të themi minutat jo të plota, në çfarë kuptimi? Edhe në shqip edhe në anglisht ne kur tregojmë orën në përgjithësi e rrumullakosim tek 50, 15, 20 dhe kështu me radhë. Nuk para themi është 6:13 minuta, themi 6:01 çerek. Okej. Por për x arsye nëse do na duhet të themi minutat konkrete, ndoshta dikush do që të rregulloj orën në tij ose në telefon ose kështu me radhë, pak rëndësi ka. Nëse duhet të themi minutat, pra jo të rrumullakosura në 5 dhe multiplikimet e 5-s, atëherë është e nevojshme që të themi edhe fjalën minutes. Për shembull, it's 3 minutes after 6. 6:03 minuta. Okej? Nëse do thoshim 6:05, 6:10, nuk do të ishte nevojshme të vendosim fjalën minutes. 7, it's 6:10, 6:10, ose ndryshe it's 10 after 6. 8, it's 6:30, 6:30, ose mund të themi it's half past 6. Shikoni që në këtë rast kam përdorur fjalën past, ka të njëjtin kuptim si fjala after. Në përgjithësi amerikanët preferojnë të përdorin after, edhe pse në Amerikë kryesisht preferohet përdorimi i formatit të thjeshtë. Okej, kurse britanikët në vend të fjalës after preferojnë të përdorin fjalën past. Okej, kurse to është njësoj në të dy rastet. Pra it's half past 6, 6:30, dhe në rastin e fundit it's 6:55, është 6:55, ose ndryshe it's 5 to 7, 7 pa 5. Vazhdojmë mëtej, të shikojmë pak një bisedë ndërmjet Rob and Jenny at a coffee shop, në një bar, kafene fjalë për fjalë.
Rob and Jenny meet. Rob dhe Jenny takohen. Jennifer, është era parë që takohen nga afër, kanë folur në telefon, kanë shkruar mesazhe, por është era parë që shifen nga afër. Prandaj e thot emrin e saj, por në formë pyetje për të kuptuar nëse është ajo. Rob, e njëjta gjë. Yes, hello. Nice to meet you, Jennifer. Call me Jenny. Më thërrit Jenny, pra shkurt. Good to meet you too. Okay. Edhe pse më normale është shpreha nice to meet you, mund të përdorim edhe shprehjen good to meet you, me pak a shumë të njëjtin kuptim. Pra gëzohem që të takoj ose sa mirë që të takoj, fjalë për fjalë. Welcome to London. Mirë se erdhe në Londër. Am I late? A jam vonë? Just a little. Vetëm pak. What time is it? Ja, kemi rastin kur Rob pyet për orën. 9:15. 9:15. I'm really sorry. The traffic is terrible today. Më vjen shumë keq. Trafiku është i tmerrshëm sot. No problem. Pa problem. How are you? How's the hotel? Or e pashkurtuar how is the hotel? Pra si e ti, si është hoteli? The hotel's very nice, but breakfast isn't great. Hoteli është i lezetshëm, por mëngjesi nuk është ndonjë gjë ose nuk është super. I'd like a good cup of coffee. Do të më pëlqente, ose do të dëshiroja, një filxhan kafe të mirë. Not hotel coffee, real coffee. Jo kafe hoteli, kafe të vërtet. Tregon që ndoshta me sa duket kafe aty, nuk është e një cilësie, kush e di se çfarë. Kalojmë në të djathtë, si thot Rob, okay, let's get a coffee. Në rregull, le të marrim një kafe. Do I have time? A kam kohë, thot Jenny? I have a meeting at 9:30. Kam një takim në orën 9:30. With Daniel? Me Danielin? Yes. Don't worry, thot Rob. We have lots of time. Nuk dallohet, por këtu fjala që mungon është lots, shkurtimi i a lot of, shumë kohë. The office is very near. Zyra është shumë afër. So, vazhdon të komunikoj, domethënë të krijoj bisedë Rob. So, where do you live in New York? Edhe këtu kemi fjalën so që mungon. Pra, ku jeton në New York? Okej, tani të shikojmë pak at a coffee shop tek kafeneja, tek bari. Së pari kemi një menu të thjeshtë, ku na tregohet se këtu ofrohen drinks, pije, and cakes dhe torta me dinë ëmbëlsirave. Atëherë, cilat janë disa pije që ofrohen? Kemi espresso, kujdes se ne e themi me k, express, në anglisht thuhet me pa k, s, espresso. Atëherë, mund të kemi single or double. Fjalë për fjalë tek, doppio, okay? Ku ti referohet? Single është espresso normale, okay? Nëse e kërkojmë double, kush ka punuar si kamarier ose bankier e di që është ajo luga me dy dalje, kështu që është e dy fish teknikisht si kafe. Okay? Ndonjëherë mund t'i referohemi dhe si kafe gjatë ose ekspresi gjatë. Janë pak a shumë të njëjtat gjë. Tani, single dhe double përdoret si shprehje kryesisht tek ekspresi. Përse? Sepse tham për çështjen e lugës se si bëhet kafja tek ekspresi, tek makineria, pra që mund të jetë single teke, mund të jetë edhe double me dy dalje për ta bërë kafen më të lartë, më të gjatë. Kurse, për sa u përket pijeve të tjera, zakonisht do përdorim fjalën regular, normale, pra çfarë do të konsiderohet normale si masë në atë vend, dhe mund të kemi edhe terma të tillë si large, më e madhe, për të marrë një masë më të madhe. Okay? Pastaj, në dyqanet e mëdha të cilat bëjnë kryesisht pije ose kafe, mund kemi dhe masa të tjera, por në përgjithësi këto janë ato termat bazik që përdorim. Atëherë, kemi kafe të tilla si americano, americane, latte, cappuccino, okay? Keni parasysh që të gjitha këto shprehjet janë fjalë italiane. Dhe zakonisht fjalët kur huazohen nga një vend tjetër, zakonisht ruajnë edhe mënyrën se si shkruhen dhe mënyrën se si shqiptohen. Okay? Edhe në të gjitha këto kemi mundësinë ta marrim regular, të rregullt, ose large, të madhe. Kemi tea, çaj, edhe kjo regular dhe large, dhe gjithashtu si ëmbëlsira, kemi brownie dhe croissant. Okay? Croissant, ato që në Shqipëri referojmë ndonjëherë si molto ose croissant, dhe brownie është një lloj ëmbëlsire, për kuriozitet, nëse nuk e dini mund ta shikoni në internet. Atëherë, këtu do të kemi barista, baristja ose baristi, a person who works in a coffee shop. Pra që e di, me kuptojmë edhe në shqip, sepse të njëjtën fjalë përdorim edhe në shqip. Këtu për kufizim e thot një person i cili ose e cila punon në një dyqan kafeje, pra në një bar, në një kafene. Atëherë, i përshëndet ajo e para,
Can I help you? A mund t'ju ndihmoj? Kjo është një mënyrë e përgjithshme për të treguar respekt në mënyrën se si ofrojmë shërbimin tonë nëse ne jemi duke punuar diku. Dhe kuptohet bi një klient. Atëherë kemi Rob që flet. What would you like, Jenny? Çfarë do të doje, Jenny? An espresso, please. Një ekspres, të lutem. Single or double? Pra teke ose doppio? Double. Can I have a latte, please? Thot Rob. Regular or large? E vini re tani që kur tha për espresso, tha single, single or double. Kur kemi një pije tjetër, zakonisht do pyesim regular or large, pra normale apo të gjatë ose më të madhe. Large, më të madhe. To have here or take away. Vini re pak sa shprehjes, to have here or take away. Kur themi to have here, kuptimi që do i hani dhe ose pini këtu, or take away do t'i mirni me vete. Pse e bëjmë këtë pyetjen? Sepse në disa raste mund të ndryshojë çmimi, ose kryesisht mund të ndryshojë lloji i paketimit që përdorin për kafen. Zakonisht ti ta marrësh me vete, nuk do t'japin filxhanin, por mund t'japin një filxhan normal, mund t'japin një filxhan plastik ose letre. To take away, pra për ta marrë. Anything else? Diçka tjetër? No thanks, thought Jennifer. Kurse Rob, a brownie for me, please. And a croissant. Pra një brownie për mua dhe një croissant. Okay? How much is that? Tani, keni parasysh që kur pyesim për çmimin, edhe nëse mund të ndodhi që të marrim të blejmë disa gjëra, mund të referohemi në njëjës, duke përdorur it or that. Pra how much is that, sepse I referohemi totales. Cili është çmimi? That's, ose that is, £12, 45, please. Ok, kemi rastin e poundit tu, sepse janë në Angli, kështu që monedha ati është poundi. Atëherë, kur e shkruajmë, mbaj mend që së pari do shkruajmë ose do kemi të shkruar simbolin që tregon çfarë lloj monedhe po përdorim. Pastaj një ose dy numrat e parë ose më saktë numrat e parë do t'i referohen vlerës të asaj monedhe dhe mbas pikës nëse kemi do të kemi monedhat e vogla, pra në rastin tonë janë pence tek poundi or cents tek euro dhe dollari. Okay? Tani në lidhje me çmimin kemi disa mënyra se si e themi, kemi formën më të gjatë e mundshme dhe formën më të shkurtër, do t'i shikojmë pas këto në një mësim tjetër. Okay? Me sa duke Rob ose nuk e dëgjon ose nuk e kuptoi çmimin, prandaj I thot sorry, how much? Pra më fal sa? Edhe përsëris çmimin, £12, 45. Thank you and your change dhe kusuri juaj. Fjalën change ne përdorim kryesisht me idenë sidomos kur e përdorim si folje me ndryshimin këmbej ose ndryshoj, e përdorim edhe për t'i referuar kusurit që marrim pasi kemi paguar diçka. E falenderoj në fund. Thanks. Okay. Vazhdojmë mëtej. Tani, mbasi kam mbaruar te kafeneja, që kam porositur dhe kam pirë çfarë morën, shkoj në zyrë. Në zyrë do të kemi 4 persona në total. Do të kemi përsëri Rob and Jenny, gjithashtu do të kemi Karen dhe Daniel. Ne të shkojmë pak bisedën që bëjnë këta. Së pari është Rob që flet. Here we are. Ja ku jemi. This is the office. Kjo është zyra. And this is Karen. Dhe kjo është Karen. Si në shqipë, ne themi ky kjo, pra ne do përdorim this në gjuhën angleze kur prezantojmë dikë. Hello Karen. Karen, this is Jennifer Zielinski from the New York office. Pra kjo është Jennifer Zielinski në zyra në New York. Hello Jennifer. Nice to meet you. Pastaj Robi shpjegon se kush është Karen. I thot Karen is our administrator. Our Jona më falni, administrator. Pra administratoria ose drejtoresha, mund të themi në shqip. We all depend on her. Okay? Këtu Robi bën një kompliment, fjalë për fjalë, ne të gjithë varemi nga ajo, pra me kuptimin që nga puna që bën ajo, edhe ne nxjerrim dobi, varemi nga ajo si të themi për të vazhduar të bërë punën tonë. Atëherë, si thot kjo? Don't listen to Rob, në kuptimin që mos e dëgjoj Robin, kuptimin që po egzageron, se disa shprehje do parë ne mund t'i përkthejmë fjalë për fjalë në shqip, por duhet të shikojmë edhe sipas kontekstit se çfarë do të thot personi, çfarë nuk kupton. Si thot Rob, but it's true, por është e vërtetë. Okay. Pastaj Karen pyet Jennifer, is this your first time in the UK, Jennifer? A është kjo hera e parë e jote në Mbretërinë e Bashkuar? Yes, it is, but it isn't my first time in Europe. I have family in Poland. Po, thot Jenny, por nuk është hera ime e parë në Europë.
Unë kam familje në Poland. Really? And where do you live in New York? Vërtet? Dhe ku jeton në New York? Shkojmë në të djathtë lartë. In Manhattan. Në Manhattan. Do you know New York? A e njeh New Yorkun? Yes, my sister lives in Brooklyn. Po, motra ime jeton në Brooklyn. I have family in Brooklyn too. Unë kam familje në Brooklyn gjithashtu. Where does your sister live? Ku jeton motra jote? Atëherë, kur themi I have family in, do të thënë kam familje në, mund të referohemi familjes të menjëhershme, pra mund të jenë prindrit, vllai, motra, por mund të përdoret edhe me idenë e familjarëve pak më të largët. Okay? Pastaj, vazhdojmë më poshtë, futet personazhi i ri që është Daniel, është edhe ai punon në zyrë. Jennifer, Daniel, si thot, how nice to meet you at last. Sa mirë që të takoj më në fund, at last, më në fund. Would you like something to drink? Dëshiron diçka për të pirë? Tea, coffee, water, çaj, kafe, ujë. Dalem një sekond. Kur I ofrojmë diçka për të pirë ose për të ngrënë dikujt tjetri, nuk duam që të përdorim shprehjen do you want, okay? Tani, jo se është e gabuar gramatikisht, por do you want mund ta përdorim me persona të njohim, familjarë, shoqërinë. Nëse jemi në ambient të punë ose me persona që nuk njohim ose më të mëdhenj në moshë dhe kështu me radhë, është më mirë që të përdorim shprehjen would you like në vend se do you want. Okay? Vazhdojmë më poshtë. No, fine, I'm fine, thanks. Jo, jam okay, pra e mirë, faleminderit, në kuptimin që nuk dua gjë. Great. Oh, Karen, what time is my next meeting? Pra tani drejtohet Karen. Çfarë ore është takimi im I radhës tjetri? At 12 o'clock, në orën 12. That's good. We have time. A është mirë, kemi kohë. Okay, come into my office, Jennifer. Hajde në zyrën time, Jennifer. Okay? Atëherë, ndoshta deri tani kemi dëgjuar fjalën para fjalën in kur themi për në. Nëse për shembull tek shprehja come in, hajde brenda, pra ose hajde. Nëse do na duhet të përmendim se ku do të futet personi, in shndrohet në into my office. Okay? E falenderoj Jenny, thank you. Pastaj drejtohet Rob, talk to you later Rob, pra flasim më vonë. Dhe Rob, jo shumë I kënaqur, yeah, sure. Po, sigurisht. Okay. Tani të shohim pak disa shprehje. Kuptohet, çdo fjalë e përdorur në biseda të tilla është mirë që ne ta mësojmë, por gjithashtu duam të nxjerrim disa fjalë ose shprehje sociale ose domethënë që mund të përdorim në ambientet shoqërore, nëse ndodhemi në një situatë të tillë ose të ngjashme. Ne kemi edhe këtu social English phrases, okay? Cila mund të jenë të tilla që pamë në këtë mësim. Për shembull kur themi kur japim dikujt diçka, ose më falni, kur arrim në një destinacion ku donim të shkonim. Për shembull siç thanë në rastin e Rob që kur arritën te zyra tha here we are. Okay? Ja ku jemi. Ose is this your first time in? Është jo hera e parë jote në, okay, pastaj mund të shtojmë në vendin ku duam të pyesim. Ose kur ofrojmë diçka, tham, me respekt, would you like something to eat, to drink, dhe kështu me radhë. Dhe në fund, talk to you later, kur përshëndesim dikë, pra flasim më vonë. Okay. Si gjithmonë, ju inkurajoj që gjitha këto shprehjet, rregullat, fjalët që mësojmë, të mundohemi të përdorim sa më shpejt dhe sa më shpesh që është e mundur. Kaq kishim edhe për këtë video, ju falenderoj për vëmendjen dhe dëgjohemi në videon e radhës.